Bo, qaj ka bo Kosova dje në futbol, nami ka po nami, fute e bjerë dhe fitoj një super ndesë të vështirë. Në fakt jam me dy emocione, në një krah jam shumë i mërzitur që Shqipëria humbi ndeshjen me Polonin. Ishte një ndeshje super luftuar në pjesë parë. Ishte nga i futbolli tipik angles, fute e bjerë dhe mund kishin bërë 3 gola pjesën e parë. Po ja që fati nuk doti që ne të shkojmë në botror. Fati ishte me Kosovën, çunat e Kosovës kanë lujtë aq fort dhe aq bukur, bravo i qoftë që të gjithëve, se kanë nderuar një komb të tërë. Kështu që ajo që ka bërë Kosova dje ka qenë historike, kështu që do ndihemi krenar që të gjithë, ta harrojmë që ka të mërziten që humbi Shqipëria. Imagjino dje ka qenë dhe ishi kështu gati fortunë, që ashtoi edhe më shumë trishtimin e ditës, madje sot dajti qeka mbulu me borë. E kuptoni ju, kur fesum ditën e verës pare jave, sot ka fillu bora prap. Kështu që kujdes me Turqinë çuna, harrojnë ato misirat vëllazërore popullore, fute e bjerë, trafin dhe Turqinë, dhe të shkojmë te ambasada dhe të bëjmë gati vizat për Amerikë. Kam një kërkesë tjetër, qofse keni një lojtar të mirë, ju lutem shumë, kalojeni këtej nga Shqipëria se kemi nevojë për një 2-3 talente. Mos i marrni gjithë ato talente për vete. Jepjeni vëllau të madh.